Ka momente në jetë që nuk i zgjedh vetë. Ato të gjejnë, të kapin nga fyti dhe të detyrojnë të qëndrosh në mes të dy zjarresh, duke ditur se nga çdo anë që të kthehesh, do të digjesh. Adonisin e gjeti pikërisht një moment i tillë, jo papritur, jo si rufeja nga qielli i kthjellët, por ngadalë, si uji që gërryhet në ngur, derisa një ditë guri shembet dhe ti nuk e ke parë se kur ndodhi. Kjo nuk është thjesht një histori dashurie, nuk është as thjesht një histori familjare, është historia e një njeriu që u coptua nga brenda, cop, nga duart e njerëzve që i donte më shumë se veten e tij. Dhe vendimi që ai mori, ai vendim që mendonte se do ta shpëtonte, e shkatroi gjithçka. Por para se të hyni thellë në këtë histori, dua t'ju pyes diçka drejt për drejt. Ju, që po e shikoni këtë video tani, çfarë do të kishit bërë në vendin e Adonisit? Nëna apo gruaja? Dashuria e parë apo dashuria e jetës? Shkruajini mendimin tuaj në komente, sepse kjo dilemë nuk ka përgjigje të lehtë, dhe unë dua ta di se si mendoni ju. Tani le të fillojmë. Adonisi kishte lindur në një shtëpi ku dashuria nuk shprehej me fjalë. Nëna e tij, Vitja, ishte një grua e heshtur dhe e fortë, nga ato gra që flasin me duart e tyre, me supën e nxehtë në tryez në mesnat, me këmishën e hekurosur pa të kërkuar, me çorapen e qepur pa u vënë re. Ishte grua e brezit të vjetër, nga ato gra që kishin mësuar se dashuria nuk thuhet, ajo bëhet çdo ditë, pa pushim, pa pritje kthimi. Babai i Adonisit kishte vdekur kur ai kishte vetëm 9 vjeç. Sëmundja e kishte marrë shpejt, pothuajse pa paralajmërim. Një dimër kishte ardhur i shëndetshëm dhe pranvera pasardhëse nuk e kishte gjetur më gjallë. Vitja kishte mbetur vetëm me 2 gjem, Adonisin dhe Markun, që ishte 2 vjeç më i vogël. Dhe ajo kishte ngritur ato 2 gjem me kurrizin e saj, me duart e saj, me lotët e saj të natës kur gjemët flinin dhe ajo qante ngjitur me murin e dhomës. Adonisi e dinte gjithë këtë, e dinte dhe e ndjente si peshë, jo si barë të rëndë që ta mundonte, por si diçka të gdhendur thellë brenda tij, si pjesë e kurrizit. Ai ishte djali i madh, ai ishte mbështetja, ai ishte ai që nëna shikonte kur donte të shihte se gjithçka do të shkonte mirë. Kishte rritur krah për krah me nënën e tij, kishin kaluar vuajtjet bashk, kishin pasur dimra kur ngrohja nuk ishte punuar dhe ata kishin fjetur të tre në një dhomë, Adonisi dhe Marku në një shtrat, nëna në tjetrin, dhe kishin qeshur rreth asaj ngushtësisë, sepse qeshja ishte mënyra e vetme për ta bërë të durueshme. Kishin pasur verë kur nuk ishte parat mjaftueshme për rrobat e shkollës, dhe Vitja kishte punuar mbi orar, kishte qepur rrobat e fqinjve, kishte bërë gjithçka pa u ankuar asnjëherë. Kjo ishte nëna e Adonisit, kjo ishte gruaja që kishte formuar shpirtin e tij. Dhe pastaj erdhi Elsa. Adonisi e kishte takuar Elsën në moshën 24 vjeç, në një mbrëmje vjeshte, kur miqtë e tij e kishin çuar me zor në një event social ku ai nuk kishte pasur asnjë dëshirë të shkonte. Ishte lodhur nga puna, kishte dëshiruar ta kalonte darkën me nënën e tij duke parë ndonjë serial, por miqtë kishin ngulmuar dhe ai kishte pranuar vetëm për t'i heshtur. Elsa kishte qëndruar pak më njan nga grumbullimi i njerëzve, jo sepse ishte e ndrojtur, ai e kishte kuptuar këtë shpejt, por sepse kishte zgjedhur të qëndronte aty. Kishte diçka në sjelljen e saj, një lloj qetësie që nuk ishte indiferencë, por vetbesim, flokët e errta, të gjatë, sytë e saj të hapur e drejt për drejt. Kur kishte qeshur, dhe kishte qeshur shpesh atë mbrëmje, e gjithë fytyra e saj kishte ndriçuar si diçka që printe nga brenda. Adonisi heshti, jo si në filmat romantik, me muzikë dhe ngadalësim të kohës, por thjesht, heshti, si dikush që nuk e sheh shtallën e fundit dhe bën hapin e gabuar, dhe papritur gjendet jo ku ka menduar, por diku tjetër, diku më të mirë, mendonte ai. Kishin biseduar atë mbrëmje afërt. Për Vitjen, e thjesht kishte domethënë pak shpenzime, sepse ata nuk kishin pasur shumë para. Kishin gjetur kompromis diku në mes. Jetuan fillimisht me qira, në një apartament të vogël, 10 minuta me makinë nga shtëpia e Vitjes. Adonisi i vizitonte nënën pothuajse çdo ditë. Ndonjëherë kur kthehej nga puna, ndonjëherë gjatë vikendeve. Kjo ishte normale për të. Kjo ishte gjithmonë normale. Por Elsa e kishte parë ndryshe. Fillimisht nuk kishte thënë asgjë. Kishte thënë vetëm gjërat e lehta. Je vonë sonte, nuk kemi pasur kohë vetëm të dy kësaj jave.
Adonisi i kishte dëgjuar dhe i kishte injoruar, sepse nuk i kishte dhënë peshën e duhur. Kishte qenë naiv. Kishte menduar se ishte normalisht, se çdo kush kishte momentin e tij të adaptimit pas martesës. Por koha kishte ecur dhe gjërat nuk kishin ndryshuar, ose kishin ndryshuar, por jo në drejtimin që Elsa kishte shpresuar. Viti i parë i martesës kishte kaluar me hile dhe me hijeshi. Adonisi nuk do ta quante të lumtur pa rezervë, por as të vështirë. Kishte pasur momente të bukura, momente dashurie, momente kur kishte shikuar Elsën dhe kishte menduar se kishte marrë vendimin e duhur, se kjo grua ishte vendi i tij. Por kishte pasur edhe tensione të vogla, të padukshme si rrënjët e një peme, ato gjëra që i sheh vetëm kur ngrihet vera dhe toka plaset. Vitja e kishte zakon të vinte pa paralajmërim. Kjo kishte qenë gjithmonë mënyra e saj. Në shtëpi kishte qenë gjithmonë dera e hapur, njerëzit hynin e dilnin, nëna ishte gjithmonë gati me kafe dhe me fjalë. Kjo ishte kultura e shtëpisë ku kishte rritur Adonisi, dhe ai e konsideronte normale. Elsa nuk e konsideronte normale. Elsa kishte rritur ndryshe. Familja e saj kishte qenë më e mbyllur, privatësia kishte qenë e shenjtë, shtëpia kishte qenë vendi ku merrnin frym larg syve të tjerëve. Kur dikush vinte pa paralajmërim, kjo për të ishte jo vetëm inkomodim, ishte shkelje e hapësirës. Herën e parë që Vitja kishte ardhur pa pritur, Elsa kishte qenë duke gatuar dhe shtëpia kishte qenë pak e çrregullt. Kishte buzëqeshur, kishte pritur vjerrën me dashuri, kishte bërë kafe. Por pasi Vitja kishte ikur, kishte qëndruar e heshtur gjatë gjithë darkës. Adonisi e kishte pyetur çfarë kishte. Elsa kishte thënë asgjë, me atë asgjë që nënkuptonte të kundërtën. Herën e dytë, Vitja kishte ardhur një të diel paradite. Elsa dhe Adonisi kishin planifikuar të kalonin ditën bashk. Kishte qenë i vetmi fundjavë brenda muajit, kur asnjëri nuk kishte punë, nuk kishte obligime, vetëm koha e tyre. Vitja kishte qëndruar deri të pasdites. Pas asaj dite, Elsa kishte folur për herë të parë hapur. Kishte thënë me qetësi, pas zërin lart, se donte që Adonisi t'i thoshte nënës të paralajmëronte para se të vinte, se ata kishin nevojë edhe për hapësirën e tyre, se kjo nuk kishte asgjë të keqe. Adonisi e kishte dëgjuar. Kishte thënë, po, ke të drejtë. Kishte thënë se do t'i fliste nënës. Por nuk i kishte folur, jo me njëherë. Kishte shtyrë çështjen, sepse ideja e t'i thoshte nënës se nuk mund të vinte kur të donte, i ishte dukur absurde, gati e padurueshme. Vitja kishte ardhur çdo herë që kishte nevojë, pa kufi dhe pa leje të kërkuar, dhe kjo ishte gjithmonë mënyra e jetesës në atë familje. Por shtyrja kishte krijuar tension mes tij dhe Elsës. Ajo kishte filluar të kuptojë se ai nuk do ta zgjidhte këtë me vullnet të lirë, dhe kjo e kishte lënduar. Jo tensioni me vjerrën, ai ishte sipërfaqësor, por fakti se burri i saj kishte zgjedhur heshtjen mbi guxim. Dhe Vitja kishte filluar të kuptojë gjithashtu, jo nga fjalët e Elsës, jo nga ndonjë përballje e hapur, por nga ato gjëra të vogla, të padukshme si lëvengat. Elsa që nuk pyeste kur ajo do të vinte sërish, Elsa që nuk e ftonte spontanisht, Elsa që kur Vitja fliste me Adonisin, gjendej dikun tjetër në shtëpi, duke bërë diçka tjetër, pa ardhur të bashkohej. Vitja kishte filluar të ndjehej e padëshiruar, dhe kjo për një grua si ajo, që kishte dhënë gjithçka për zjemt e saj, kishte qenë diçka shumë e rëndë. Kishte filluar të flas me Adonisin privatisht, kur Elsa nuk ishte pranë. Kishte thënë gjëra të tilla si: ajo grua jote nuk më do, ajo nuk është e ngrohtë, ndihem si mysafir në shtëpinë tënde. Kishte thënë me atë zërin e saj të ulët, pa qarë, por me atë lloj hidhërimi që është më i rëndë se lotët. Adonisi e kishte mbrojtur Elsën gjithmonë. Kishte thënë, nuk është e vërtet, mami. Kishte thënë, ajo është... Ky fakt, fakti i vetmisë së nënës, fakti i sëmundjes, fakti i markut larg, kishte shtuar edhe më shumë presionin e brendshëm të Adonisit. Kishte filluar të vizitonte nënën jo çdo ditë, por gati çdo ditë. Ndonjëherë qëndronte deri vonë, duke i bërë shoqëri, duke i ndihmuar me gjëra të shtëpisë, duke u siguruar se ishte mirë. Elsa kishte kuptuar dhe kishte filluar të ndjehej si e dyta. Nuk kishte qenë xhelozi e thjeshtë, donte ta sqaronte këtë me vete,
Nuk kishte pasur problem me faktin se burri i saj donte nënën e tij. Kishte pasur problem me mënyrën se si dashuria për nënën kishte filluar të gëlltiste gjithçka tjetër. Kishte pasur problem me faktin se çdo plan i tyre kishte filluar të kishte një asterisk. Nëse mami nuk ka nevojë. Çdo fundjavë kishte filluar me pyetjen: "Ke takuar nënën?" "Jo, ç'dëshiron të bëjmë?" Elsa kishte mbetur gjithnjë e më shumë vetëm. Kishte bërë planet e veta, kishte plotësuar kohën e saj, kishte gjetur mënyra për të mos u ndjerë e braktisur, por brenda saj, brenda asaj qetësie të jashtme, kishte grumbulluar diçka. Dhe ky grumbullim kishte pasur emër, zemërim. Ishte një të mërkur mbrëmje kur gjërat kishin plasur për herë të parë me të vërtetë. Adonisi kishte premtuar se do të vinte herët në shtëpi. Kishin pasur plan, jo diçka madhështore, vetëm një darkë të qetë, 2 enë ushqimi të gatuara nga Elsa, një shishe vere, pak kohë bashk. Gjëra të tilla kishte nisur t'i çmonte Elsa, gjëra të tilla të vogla dhe të sigurta. Por Vitja kishte telefonuar pas ditën vonë. Kishte thënë se ndihej keq, se kishte presion të lartë, se kishte frikë të mbetej vetëm. Kishte thënë me zërin e lodhur, të zbeht, se kishte harruar të blinte ilaçe nga farmacia. Adonisi nuk kishte hezituar, kishte bler ilaçet, kishte shkuar tek nëna, kishte qëndruar 2 orë, kishte siguruar se e kishte mirë, kishte ndihmuar me darkën, kishte mbërritur në shtëpi rreth orës 10. Elsa kishte qenë ulur në divan me qetësinë e ngrirë të dikujt që ka vendosur të mos reagojë nga impulsi. Tryeza kishte qenë e vendosur, pjatat, gotat, të gjitha, por ushqimi kishte qenë i ftohtë. Adonisi kishte parë skenën dhe kishte ngjerë atë njohjen e dhimbshme të gabimit. Kishte filluar të shpjegojë: "Nëna, presioni, ilaçet, frika." Kishte folur me sinqeritet, pa justifikime boshe. Elsa e kishte dëgjuar deri në fund dhe pastaj kishte thënë: "Qet, shumë qet. E di, gjithmonë ka diçka, gjithmonë ka një arsye." "Nuk është arsye, Els, nëna ishte keq." "Nëna është keq çdo herë që ne kemi diçka planifikuar." Fjalia kishte goditur, jo sepse kishte qenë e padrejtë plotësisht, kishte pasur një copë të dhimbshme të vërtetë brenda saj, por sepse kishte nënkuptuar diçka që Adonisi nuk kishte dashur të dëgjonte, se nëna e tij po bëhej instrument i sabotimit të jetës martesore, qoftë me vedije apo pa të. "Nuk mund të lënë nënën vetëm kur është keq," kishte thënë ai, nati me zorin pak më të ngritur. "Dhe ne? Adonisi, kur do kemi plan? Kur do? A e di sa herë kam ngrënë vetëm kësaj muaji?" Ai nuk e dinte numrin dhe heshtja e tij e kishte treguar. Kishin ngrindje atë natë, jo me britma, por me fjalë të rënda, fjalë të vazhdueshme, lloj grindje ku asnjëri nuk viton, sepse asnjëri nuk është plotësisht gabim. Elsa kishte thënë se ndihej e braktisur, se martesa e tyre ishte bërë si hotel ku ai vinte të flinte. Adonisi kishte thënë se nuk mund t'i kthente shpinën nënës, se kjo ishte nëna e tij, se kishte obligim. Fjala obligim kishte ndalur Elsën. Kishte thënë, me zë shumë të ullët: "Detyrim, e ke fjalën detyrim, ndaj grua sate nuk ke detyrim?" Dhe Adonisi nuk kishte ditur çfarë të thonte, sepse kishte pasur të drejtë, edhe ajo kishte pasur të drejtë. Kishin fjetur atë natë me shpinën njëri tjetrit, pa prekje, pa natën, por nuk kishte qenë gjithçka mirë. Nuk kishte qenë asgjë mirë. Kishte ardhur momenti, pas rreth 2 vjetësh martese, kur gjërat kishin ndryshuar dramatikisht. Vitja kishte pasur një krizë shëndetësore serioze, jo sëmundje e rrezikshme për jetën, por krizë e mjaftueshme, shtrimi në spital për disa ditë, kontrolle, pushimi detyruar. Mjekët kishin thënë se nuk duhej të mbetej vetëm, se stresi dhe vetmia i bënin dëm, se kishte nevojë për njerëz pranë. Adonisi kishte shkuar çdo ditë në spital, kishte qëndruar orë të tëra, kishte ndjerë atë frikën e vjetër, atë frikën e fëmirisë kur babai kishte vdekur, frikën e humbjes, frikën e të mbeturis pa njeriun që e kishte mbajtur në këmbë emocionalisht. Dhe kur Vitja kishte dalë nga spitali, kishte pasur pyetje e madhe: ku do të shkonte? Në shtëpinë e saj, vetëm? Adonisi kishte marrë vendim pa diskutim të gjatë me Elsën. Kishte thënë: "Mami do të qëndrojë me ne deri të shërohet." Elsa kishte qëndruar e heshtur për disa çaste. Pastaj kishte pyetur: "Sa kohë?" "Nuk e di, derisa të shërohet." Elsa nodoi, kishte thënë: "Mirë," dhe kishte ikur në dhomën tjetër. Ai, mirë, Adonisi do ta kujtonte gjatë atë mirë.
Jo miratimi vërtet, jo pranimi gëzuar, por ai lloj mirë që nënkupton do ta pranoj, por diçka do të thyhej me këtë. Vitja kishte ardhur, kishin instaluar në dhomën e miqve, një dhomë e vogël, e rehatshme, me dritare drejt kopshtit. Vitja kishte sjell pak gjëra, pak rob, kujtimin e saj. Ditët e para kishin shkuar surprizisht mirë. Adonisi kishte qenë i lehtësuar, kishte nënën afër, e shikonte çdo ditë, nuk kishte nevojë të ngarkohej me vizita të shpeshta. Vitja kishte qenë mirënjohëse, e qetë, kishte tentuar të ndihmonte me shtëpinë pa imponuar praninë e saj. Por shtëpia e vogël kishte filluar të ndihej e ngushtë, jo fizikisht, kishte hapësirë të mjaftueshme, ngushtë ndryshe, ngushtë si dy hapësira energjetike që nuk kishte vend për të dyja. Elsa e kishte pasur shtëpinë e saj, kishte ritmin e saj, mënyrën e saj të organizimit, zakonet e saj të mëngjesit. Vitja kishte sjell ritmin e saj, të lëvizjes herët, të radios me zë, të dëshirës për bisedë të mëngjesit, të gatimit të gjërave me erza të forta, të televizorit të ndezur pas darke deri vonë. Elsa nuk kishte thënë asgjë, kishte tentuar të adaptohej, por Adonisi e kishte parë se si gjatë mëngjesit gruaja e tij merrte kafen e saj dhe shkonte në dhomën e tyre, jo sepse kishte diçka urgjente për të bërë, por sepse duhej hapësirë për të marrë frymë. Kishte parë se si Elsa nuk hapte radion e saj të preferuar kur gatuaj, sepse Vitja kishte të sajën. Kishte parë se si buzëqeshjet e Elsës ndaj vrerës kishin filluar të dukeshin të luajtura, jo keqdashse, por të lodhura. Vitja nga ana e saj kishte kuptuar të gjitha këto, dhe reagimi i saj kishte qenë jo agresiv, jo hapur, por ai lloj reagimi pasiv që shpesh është më i dhimbshmi. Kishte filluar t'i flasë vetëm Adonisit kur ishin aty të dyja, kishte filluar ta raportonte atë si bazë e komunikimit, duke anashkaluar Elsën. Adonis, thuaj Elsës, në vend që Elsa. Gjëra të vogla, gjëra që mund t'i kuptojë mbase të rastësishme, por ishin sistemike, dhe Elsa i kishte vënë re. Kishte ardhur nata kur Elsa kishte folur për herë të parë hapur dhe seriozisht. Kishin qenë vetëm ata dy. Vitja kishte fletur herët, Adonisi kishte qenë duke lexuar, Elsa kishte ulur pranë tij, por pa bërë asgjë, thjesht ulur me qetësinë e asaj që ka vendosur të thotë diçka dhe po gjen momentin. Adonis, kishte filluar ajo, duhet të flasim. Ai kishte lënë librin. Çfarë ka ndodhur? Nuk dua të jem e padrejtë. E di se mamja jote ka qenë e sëmur dhe e di pse është këtu. E kuptoj. Por kishte bërë pauzë, kishte kërkuar fjalët. Kur mendohet se do të kthehet në shtëpi? Mami nuk është shëruar plotësisht ende. Mjekët thonë, e di çfarë thonë mjekët, por kemi kaluar 3 muaj, Adonis. 3 muaj dhe nuk kemi pasur asnjë moment vetëm, asnjë darkë pa dikë në dhomën tjetër, asnjë mëngjes. Është nëna ime, Elsa. E di që është nëna jote, kishte thonë me zë të qetë, por kjo është shtëpia jonë. Fjalia e rëndoi mes tyre. Adonisi kishte dashur të kundërtonte, kishte 10 argumente gati. Nëna e sëmur, vetmia e saj, marku larg, obligimi i djalit të madh, por e kishte parë sytë e Elsës, jo inatçinj, jo sulmues, të lodhur, thellësisht të lodhur, dhe kishte heshtur. Nuk po të kërkoj ta dërgosh me njëherë, ajo, kishte vazhduar e ai zë qetë. Jam duke të thënë se duhet të kishim një datë, një plan, diçka konkrete, sepse ndryshe nuk di çfarë jemi si çift, Adonis, nuk di. Kishin diskutuar atë natë gjatë, kishte qenë një diskutim i rëndë, por i qytetërisë. Por kur Adonisi kishte qenë duke fjetur, apo kur kishte pretenduar të flinte, kishte menduar, si do t'ja them nënës se duhet të ikë? Ideja kishte qenë fizikisht e dhimbshme. Ditët kishin kaluar dhe ato mënyra për të pasur kohë vetëm nuk ishin materializuar pothuajse kurrë. Vitja ishte ende aty. Gjendja e saj shëndetësore kishte qenë herë-herë në rritje, herë-herë në rënje, ashtu siç ndodh me sëmundjet kronike, me lëkundje të papeshueshme. Kur kishte ditë të mira, Adonisi kishte menduar, shumë shpejt do të jetë gati të kthehet. Kur kishte ditë të vështira, kishte menduar, si mund t'ja them të iket kur është kështu? Dhe kështu kishin kaluar edhe 3 muaj të tjerë. Gjithsej, 6 muaj bashk. Elsa kishte ndryshuar, jo me ngadalësi, jo me hap të pakapshëm, por Adonisi e kishte vënë re gradualisht.
Kishte qenë si dikush që shikon çdo ditë fotografinë e dikujt të afërt dhe nuk vëre ndryshimin, por pastaj gjen një fotografi të vjetër dhe mbetet i shtangur. Elsa kishte qenë dikur grua e hapur, grua me humor, grua që kishte qeshur lehtë dhe kishte folur me pasion për librat e saj, për planet, për ëndrat. Tani kishte qenë e mbyllur, kishte kaluar shumë kohë në punë, kishte shumë projekte urgjente, kishte takime me miqt pas orëve të punës. Kur kthehej, ishte e lodhur, lodhje reale, por edhe lloj largimi emocional. Adonisi kishte ditur çfarë ishte, por kishte pasur frikë ta thoshte me zë. Një ditë, pas punës, Elsa kishte ardhur në shtëpi dhe kishte gjetur Vitjen duke ristikuar kutitë e kuzhinës, duke riorganizuar enët, duke vendosur gjërat sipas sistemit të saj. Kishin pasur kuptimin e tyre, logjikën e tyre. Elsa kishte qëndruar në derë dhe kishte shikuar pa folur. Vitja e kishte parë dhe kishte buzëqeshur. Kam riorganizuar pak, ishte më praktike kështu, me ton të ngroft, pa qëllim të keq. Elsa kishte buzëqeshur, kishte thënë mirë dhe kishte ikur në dhomë. Atë natë, pasi Vitja kishte fjetur, Elsa i kishte thënë Adonisit: "E di çfarë ndodhi sot?" Ai kishte dëgjuar: "Shtëpia ime, Adonisi, kuzhina ime, dhe unë isha duke u ndimsur se ku ishin kavanozët e saj." Ajo tentoi të ndihmoj Elsa, nuk ka rëndësi çfarë kishte. Ka rëndësi çfarë unë jam duke u bërë brenda kësaj shtëpie, mysafir. Jam duke u ndjerë mysafir në shtëpinë time. Adonisi nuk kishte pasur çfarë të thoshte. "Adonis", kishte thënë ajo, zëri i saj kishte pasur atë qetësinë që ishte më shumë sinjal alarmi se çdo britm. "Duhet të vendosësh, duhet të ketë një zgjidhje, nuk mund të vazhdojmë kështu." "Çfarë zgjidhjeje?" kishte pyetur ai. "Ta ndërgoj nënën?" Elsa kishte heshtur për qast, pastaj kishte thënë: "Pjesa 5, vazhdim, zërat rriten. Nuk po flas për ta ndërguar, po flas për të pasur shtëpinë time. Martesa jon ka nevojë për hapësirë, Adonisi, nevojë reale, jo premtime, jo do të rregullohet, diçka konkrete." Adonisi kishte shikuar gruan e tij dhe kishte parë diçka që e kishte friksuar, jo zemërim, jo lët, vendosmëri. Atë lloj vendosmërie të qetë që vjen kur dikush ka arritur fundin e durimit dhe ka vendosur se nuk do të kthehet mbrapa. "Do të flas me nënën", kishte thënë ai. "E ke thënë këtë 3 herë. Këtë herë do të flas." Elsa kishte shikuar sytë e tij gjatë, si dikush që po peshon nëse ja vlen të besoj. Pastaj kishte kthyer shikimin dhe kishte thënë: "Shpresoj." Por edhe atë natë, Adonisi nuk kishte folur. Kishte menduar si t'i thoshte, kishte ndërtuar fjalit në kokën e tij, kishte imagjinuar fytyrën e nënës kur e dëgjon, dhe çdo herë imagjinata e kishte ndalur. Ishte Vitja ajo që e nisi bisedën e madhe, jo Adonisi. Kishte qenë një pasdite të shtunë. Elsa kishte dalë me miqtë e saj dhe Adonisi kishte mbetur me nënën. Kishin pirë kafe bashk, kishin folur për gjëra të vogla dhe pastaj Vitja kishte lënë filxhanin dhe kishte thënë Adonisit: "Adonisi, dua të flas me ty seriozisht." Ai kishte ndjerë zemrën të binte. "Çfarë ka, mami?" "E di çfarë ka. Nuk jam e verbër, djali im. E shikoj çfarë ndodh në këtë shtëpi." Kishte folur me atë qetësinë e saj karakteristike, pa dramatik, por me peshë të madhe fjalësh. "Grua jote nuk dëshiron të jam këtu." "Mami." Adonisi kishte qëndruar i heshtur. "Dhe ti", kishte vazhduar Vitja, "po bësh cop-cop e shikoj. Nuk fle mirë, nuk ha mirë, je gjithmonë me mendim diku tjetër." Kishte bërë pauzë. "Djali im, jam rritur ty. E njoh fytyrën tënde si shpëllat e mia." "Jam mirë, mami." "Nuk je mirë, dhe nuk jam mirë as unë." Kishte ngrirë syt, jo me lot, por me diçka edhe më të rëndë, me dinjitet të lënduar. "E di që jam duke u bërë unë? Jam duke u bërë barë për djalin tim. Kjo nuk e kisha menduar kurrë në jetën time." "Nuk je barë, mami." "Jam, kur ndihesh si barë, je barë pavarësisht çfarë thuhet." Kishte marrë frym thellë. "Dua të kthehem në shtëpinë time, Adonis." Ai kishte ndjerë diçka të çuditshme, lehtësi dhe dhimbje njëkohësisht. Lehtësi sepse zgjidhja po vinte vetë, pa pasur nevojë ta thoshte ai. Dhimbje sepse nëna e tij, ajo grua e fortë, po e thoshte se ndihej barë. "Nuk je gati ende, mami.
Mjekët thanë, mjekët nuk jetojnë me mua. Jam mirë, Adonis. Kam marrë ilaçet. Presioni është nën kontroll. Mund t'jem vetëm. Kishte buzëqeshur, por jo buzëqeshja e lumturisë. Buzëqeshja e dikujt që ka pranuar diçka të dhimbshme. Dhe kisha dëshirë ta dije diçka tjetër. Çfarë? Vitja kishte heshtur qast, sikur po peshonte fjalët. Gruaja jote nuk është gruaja e duhur për ty. Fjalia kishte goditur sigur. Mami, dëgjom, jo sepse e urrej, jo sepse dua keq, por sepse e shoh si të shikon, si të trajton. Ajo grua vë veten gjithmonë të parën, nuk ka ngrohtësi të vërtet për ty. Ka ngrohtësi kur i intereson, kur i konvenon, kur je i dobishëm për planet e saj. Kishte folur me zë të matur, jo me inat, por me atë bindjen e thellë të dikujt që ka shikuar dhe ka analizuar dhe ka arritur në konkluzion. Ja e kam frikë, Adonis, se do të zbrazesh duke tentuar ta mbushësh atë grua, dhe ajo kurrë nuk do t'jetë mbushmër. Adonisi kishte dashur ta ndërpriste, por kishte qëndruar dhe kishte dëgjuar, sepse nëna kishte folur me atë zërin e rrallë, zërin kur ajo thoshte gjërat më të rëndësishme të jetës. Jam shoqja e jetës tënde, jo gruaja jote. Nuk po kërkoj gjë prej teje, por po të them, shiko mirë çfarë ke, para se ta humbasësh atë që ke pasur gjithmonë. Me atë fjalë, kishte ngritur filxhanin, kishte pirë kafen, kishte ndryshuar temën, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Adonisi kishte mbetur i shtangur, kishte ndjerë zemërim, jo ndaj nënës, por ndaj situatës, ndaj pamundësisë, ndaj faktit se tani kishte dy anë dhe të dyja flisnin gjuhën e tyre, dhe të dyja kishin arsyet e tyre dhe ai kishte në mes, i coptuar. Atë mbrëmje, kur Elsa kishte ardhur, kishte qenë ndryshe, kishte qenë e lumtur, kishin bërë surprizë ditëlindjen e një miku, kishte muzikë dhe kafe dhe qeshje, kishte hyrë në shtëpi me atë ngrohtësinë e saj të rrallë, e tillë që Adonisi nuk e kishte parë prej muajsh. Dhe ai, duke e parë kështu, kishte ndjerë diçka të tërhiqte brenda tij, se ajo kishte qenë aty gjithmonë, ajo Elsa, ajo ngrohtësi, thjesht ishte ngulitur nën shtresat e tensionit dhe lodhjes. Por pastaj kishte dëgjuar në mente fjalët e nënës. Do të zbrazesh duke tentuar ta mbushësh atë grua, dhe ajo kurrë nuk do t'jetë mbushur. Adonisi kishte dashur ta ndërpriste, por kishte qëndruar dhe kishte dëgjuar, sepse nëna kishte folur me atë zërin e rrallë, zërin kur ajo thoshte gjërat më të rëndësishme të jetës. Jam shoqja e jetës tënde, jo gruaja jote. Nuk po kërkoj gjë prej teje, por po të them, shiko mirë çfarë ke, para se ta humbasësh atë që ke pasur gjithmonë. Kishte mbajtur Elsën, dhe ajo kishte qeshur me atë qeshjen e saj të madhe, dhe ai kishte menduar, po, kjo është gruaja ime, kjo jam unë. Por ato momente ishin bërë gjithnjë e më tralla, si dritat në dimër, të gjalla, por të largta. Kishte ardhur një fundjavë kur Marku kishte telefonuar nga jashtë vendit. Kishte telefonuar Adonisin, jo nënën, gjë që vete kishte thënë shumë. Kishin folur gjatë dhe Marku kishte thënë diçka që kishte mbetur si gjilpër tek Adonisi. Vlla, e di që je duke bërë gjithçka, por kujdes, mos e humbësh Elsën duke u munduar ta mbash mamin. Ajo ka durimin, por edhe durimi ka fund. Ti je larg, kishte thënë Adonisi me pak hidhërim. Po, jam larg, dhe ndoshta ky distancë më lejon ta shoh qartë. Pauzë. Nuk po të them të braktisësh mamin, po të them, gjej një zgjidhje të vërtet, jo shtyrje, jo kompromis të rrem, zgjidhje. Adonisi kishte mbyllur telefonin dhe kishte qëndruar afër dritares, duke shikuar rrugën e lagur nga shiu. Kishte ndjerë diçka që e kishte njohur si të vetën, vetmin. Vetmin e thellë të dikujt që është i rrethuar nga njerëz, por është krejtësisht vetëm me peshën e tij. Ishte e premte mbrëma kur Elsa kishte thënë atë që kishte mbajtur brenda shumë kohë. Kishin ngrënë të tre bashk, darkë normale, pothuajse e qetë. Vitja kishte treguar histori nga fëmijëria e Adonisit, Elsa kishte dëgjuar me buzëqeshje. Adonisi kishte qenë i pranishëm fizikisht, por mendja e tij kishte qenë diku tjetër. Pas darkës, Vitja kishte shkuar herët të flinte, kishte qenë e lodhur, kishte thënë. Elsa kishte larë enët. Adonisi kishte qëndruar duke e parë, duke bërë gjeste të vogla ndihmese, pa fjalë të shumta. Dhe pastaj, pa e parë sytë e tij, Elsa kishte thënë: "Adonis, kam diçka për të thënë dhe dua ta dëgjosh deri në fund pa ndërhyrë." Fol. Kishte bërë pauzë,
kishte vendosur enën poshtë, kishte kthyer shpinën ndaj lavatriçes dhe kishte shikuar drejt teje me ato sy të mëdhenj, të qetë, të lodhur. E dua martesën tonë, e dua ty, por po humbasim Adonis, po humbasim çdo ditë, ngadalë, dhe ti nuk po e sheh, ose nuk dëshiron ta shohësh. Kishte marrë frymë. Nëna jote e kuptoi pse është këtu, e kuptoi se e do, por ajo grua nuk do të largohet vetë Adonis, ajo do të mbetet këtu sa kohë ta lejosh, dhe ndërkohë ne, kishte heshtur çast, unë po tretem. Els, dëgjoj më, jo me forcë, por me ngulm. Nuk jam duke kërkuar të bëhesh i lig me nënën jote, nuk jam duke kërkuar ta braktisësh, por po të kërkoj diçka që ka qenë shtyrë shumë gjatë. Duhet të zgjedhësh si do të jetojmë, jo si do ta kënaqësh gjithkënd, sepse kjo nuk ekziston. Por çfarë jemi ne, si çift? Çfarë është shtëpia jon? Adonisi kishte dashur të fliste, kishte pasur fjalë, shumë fjalë, gati, por Elsa kishte vazhduar. Nëse nuk mund ta bësh këtë, nëse nuk mund ta vendosësh se çfarë dëshiron, atëherë unë duhet të bëj vendimin tim, dhe vendimi im do të jetë të largohem, jo sepse nuk të dua, por sepse Elsa nuk është mirë, ne nuk jemi mirë si çift. Kishte folur ngadalë, me kujdes, duke zgjedhur çdo fjalë. Kanë kaluar shumë muaj dhe situata nuk ka ndryshuar, edhe ajo po lodhet, edhe unë po lodhem. Vitja kishte dëgjuar pa ndërhyrë. E di që je sëmur, e di që ke nevojë për ndihmë, por mami, ndoshta mund të gjejmë zgjidhje tjetër, një kujdestare që vjen çdo ditë, ose të rregullojmë shtëpinë tënde dhe unë të vi rregullisht, diçka që të funksionojë për të gjithë. Kishte bërë pauzë. Nëna e tij kishte qëndruar e heshtur, me duart në prehër, me fytyrën që nuk kishte shprehur asgjë, ose kishte shprehur shumë gjëra njëkohësisht, dhe ai nuk kishte mundur t'i lexonte. Elsa dëshiron të ikem, kishte thënë Vitja. Jo pyetje, konstatim. Ajo dëshiron hapësirë. Jo Adonis, mos e zbuto. Ajo dëshiron të ikem, kishte nuajitur ngadalë, si dikush që konfirmon diçka që kishte pritur. E kisha ditur, nga dita e parë. Mami, nuk është Adonis, kishte ngritur dorën lehtë, gjesti butë por vendosës. Nuk po zemërohem, nuk po qaj, jam e lodhur nga të dyja. Kishte heshtur qast, por dua të them diçka dhe dua ta mbash mend gjatë gjithë jetës. Kishte shikuar drejt tij, me ato sy të nënave, sy që kishin parë shumë, kishin duruar shumë, kishin dashur pa mas. Unë jam nëna jote. Kam jetuar për ty dhe për Markun, çdo gjë që kam bërë, çdo sakrifik, çdo net e zgjuar, çdo lot i fshehur, ka qenë për ju, jo për vete, për ju. Zëri i saj kishte qenë i qetë, por i ngarkuar me peshën e shumë viteve. Dhe tani kur jam e vjetër, kur jam e sëmur, kur kam nevojë, ndjej se jam duke u bërë problem, ndjej se ekzistenca ime është pengesë. Nuk je pengesë, mami. Lëri fjalët e mira, Adonis, fakte po flasim. Kishte marrë frymë. Nëse kthehem në shtëpinë time dhe ti vjen 2 herë në javë, ndoshta si të ta kaloj kohën, vetëm, si gjithmonë, si kam kaluar shumë vjet. Kishte heshtur. Por nëse kjo është ajo çfarë duhet të bësh për martesën tënde, atëherë ta dish, do ta pranoj, sepse jam nëna jote dhe nuk dua të shkatërrosh martesën tënde. Por, dhe kjo kishte qenë por e rand, kishte shtuar. Por dua ta dish edhe ti, nëse zgjedha të grua mbi nënën, do ta kesh zgjidhur. Por edhe një ditë, do ta mendosh. Do të mendosh se si ishte kur ishe i vogël dhe s'kishim para për bukën dhe kujt i drejtoheshim. Do ta mendosh. Kishte marrë thurjen sërish, kishin heshtur të dy për shumë kohë. Adonisi kishte dal nga dhoma me hapa të rënda, me atë ndjenjen e të qenit të zhveshur krejtësisht. Nëna i kishte thënë do të pranoj, por ajo do të pranoj kishte brenda saj dhimbjen e thellë të dikujt që preton diçka tjetër dhe gjendet duke pranuar atë që nuk donte. Dhe ai kishte qëndruar sërish në mes, vetëm tani me fjalë konkrete. Kthea nënën apo qëndro me gruan? Javët që pasuan kishin qenë torturuese. Elsa kishte bërë hapin, e kishte pyetur Adonisin nëse kishte folur me nënën, çfarë kishte vendosur. Jo çdo ditë, jo me ngulm, por kishte pyetur. Dhe Adonisi kishte thënë, po mendoj, që gradualisht kishte filluar të tingëllonte si shtyrje e re. Elsa kishte filluar të grumbullonte diçka të re tani, jo vetëm lodhje, por largim emocional aktiv. Kishte filluar të bënte planet e saj pa e konsultuar atë. Kishte kaluar fundjavë me motrën e saj. Kishte refuzuar ftesat të përbashkëta duke thënë se kishte gjëra të saja. Nuk kishte hagëmbëdherje, kishte vetëm vetmbrojtje. Kishte ndërtuar jetën e saj paralele, sepse ajo kryesore kishte filluar të duket si e huaj.
Adonisi e kishte parë dhe kishte ndjerë panikun, jo panikun e momentit, por atë të thellë, atë që të kap gjatë natës kur të gjithë flenë dhe ti qëndron vetëm me mendimin po e humbas. Ndërkohë Vitja kishte ndryshuar pak qëndrimin, kishte filluar të bënte gjëra subtile, gjëra që ndoshta vetëm Adonisi mund t'i vinte re, sepse e njihte aq mirë. Kishte filluar t'i tregonte histori nga e kaluara, sa herë ishte vetëm me atë. Histori pikërisht ato histori që kishin peshën më të madhe emocionale, sakrificat, vështirësitë, dashurinë. Jo me qëllim manipulimi, Adonisi nuk donte ta quonte kështu, por me një lloj impulsi njerëzor natyral, dikush që ndjen se po humbet të renë e tij dhe kujton çfarë ka dhënë. Kishte ardhur një ditë kur Vitja kishte ardhur me vizitë mjekësore dhe kishte ardhur me rezultate jo të mira, jo emergjence, por jo të mira. Mjeku kishte thënë se stresi i bënte dëm, se gjendja nuk po përmirësohej aq sa duhej. Adonisi kishte dëgjuar dhe kishte ndjerë diçka si shkatërrim. Kishte shkuar atë mbrëmje tek Elsa dhe kishte thënë: "Mami ka probleme me shëndetin. Mjekët thonë se stresi, e di që është keq dhe e di pse më tregon. Els, po më thua se nuk mund ta kthesh, kështu po ndodh apo jo?" Kishte qëndruar i heshtur. Elsa kishte mbyllur librin që kishte në dorë. Kishte shikuar Adonisin me atë shikimin e saj të drejtë për drejtë. "Adonis, dua të pyes diçka dhe dua përgjigje të sinqertë." Pyet: "A ke ndërmend ndonjëherë ta kthesh nënën tënde?" Vërtet, me datë, me plan konkret. Kishte qenë pyetja e drejtë, dhe Adonisi kishte parë në ato moment se nuk kishte pasur përgjigjet e qartë. Jo sepse nuk donte të kthente nënën, por sepse çdo herë kishte pasur arsye, çdo herë kishte pasur diçka, çdo herë ishte shtyrë. Heshtja e tij kishte qenë përgjigja. Elsa kishte noduar ngadalë. "Mirë, faleminderit për ndershmërinë." Kishte ngritur librin sërish, kishte vazhduar të lexonte, dhe Adonisi kishte qëllruar aty, duke shikuar profilin e saj, duke ndjerë se diçka kishte plasur. Jo me zhurmë, por si qelçi kur has ftohtësinë ekstreme. Pa tingull, por i plasaritur. Nata e madhe kishte ardhur pas disa javësh nga ajo bisedë. Kishte qenë me radhë nga njëri prej atyre natësh, kur të gjitha gjërat e grumbulluara gjejnë dalje njëkohësisht, si kur hap derën e një shtëpie ku ka mbledhur pluhur shumë kohë, dhe gjithçka vjen me ty një herësh. Kishte filluar me diçka të vogël, shumë të vogël për peshën e pasojave. Vitja kishte qenë duke folur me Adonisin në kuzhinë, kur Elsa kishte hyrë. Kishte qenë bisedë normale, por Vitja kishte thënë diçka, thjesht diçka nga ato kujtimet, dhe kishte qeshur me Adonisin me atë qeshjen e brendshme, atë kod familjar që Elsa nuk mund ta kuptonte. Elsa kishte qëndruar në derën e kuzhinës për çast, kishte parë dy fytyrat e tyre, nën dhe djalë, të lidhur me diçka shumë të vjetër dhe shumë të fortë, dhe pastaj kishte kthyer shpinën dhe kishte ikur. Adonisi kishte parë, kishte ndjerë, por kishte vazhduar bisedën me nënën. 2 orë më vonë, kur Vitja kishte fjetur dhe Adonisi kishte hyrë në dhomë, kishte gjetur Elsën jo në shtrat, por duke bërë valizhe. Jo shumë gjëra, disa rroba, disa sende personale, por mjaftueshëm sa t'i ndaloj zemrën. "Çfarë po bën? Çfarë po shoh?" kishte thënë ajo pak thirr kokën. Zëri i saj kishte qenë i qetë, lloji i qetësisë pas vendimit. "Elsa, Adonis," kishte kthyer, dhe fytyra e saj kishte qenë jo me lot, jo me inat, por me atë qetësinë e thellë të dikujt që ka marrë mendjen. "Do të shkoj tek motra për disa ditë. Kam nevojë për hapësirë. Kam nevojë të mendoj." "Mos shko, qëndro dhe flasim. Kemi folur, shumë herë kemi folur," kishte vazhduar të vendos gjëra në valixhe. "Problemi nuk është komunikimi, Adonis. Problemi është se nuk ndryshon asgjë pas çdo bisede." "Do të ndryshoj, do të flas me nënën." "E ke thënë këtë 6 herë." Kishte ndalur, kishte kthyer sërish drejt tij. 6 herë, Adonis, kam numruar." Ishte ulur në skaj të shtratit, kishte marrë frymthell. "Ti e do nënën tënde. Kjo është normale dhe bukur, por dashuria jote për nënën ka filluar të jetojë mbi dashurinë tonë, mbi jetën tonë, mbi mua." Kishte heshtur çast. "Dhe pyetja nuk është nëse e do. Pyetja është nëse mund ta shikosh çfarë po ndodh me ne, pa e filtruar nëpërmjet fajit ndaj nënës." Adonisi kishte qëndruar ulur pranë saj. "Të dua ty, e di këtë?" "Po," kishte noduar. "Por dashuria nuk mjafton nëse nuk shoqërohet me veprim." Kishte mbyllur valixhen. Adonisi kishte tentuar shumë gjëra atë natë, kishte argumentuar, kishte lutur, kishte premtuar, kishte qarë edhe, çfarë kishte habitur veten.
kishte qarë me lot të vërtet, jo si shfaqe, por si hapje diçkaje të mbyllur. Por Elsa kishte qëndruar e vendosur. Jo Mirole, kishte qenë e butë, kishte folur mirë, kishte ajo grua që e dosha atë, por e vendosur. Kishte fjetur atë natë tek motra e saj. 4 ditë që Adonisi i kishte ndjerë si muaj, kishte shkuar në punë, kishte ardhur, kishte ngrënë me nënën, kishte fjetur pak, ndërruar fragmenta, Elsën, shtëpinë e fëmirisë, babain të vdekur, gjithçka të ngatruar. Vitja kishte ditur, sigurisht kishte ditur, por nuk kishte thënë shumë. Kishte bërë kafe, kishte sjell ushqim, kishte qëndruar pranë pa u imponuar. Kjo ishte mënyra e saj të dhënjes me dashurinë, prani pa fjalë. Ditën e 4, Elsa kishte telefonuar. Kishin folur gjatë, kishte qenë biseda ndoshta më e vërtet që kishin pasur, pa mbrojtje, pa strategji, pa fjalë të zgjedhura me kujdes. Elsa kishte thënë se donte të kthehej, kishte thënë se e donte atë, por kishte thënë edhe diçka tjetër. Kishte thënë se nëse kthehej, kishte nevojë që Adonisi t'i tregonte me fakte, jo me fjalë, se martesa e tyre është prioritet. Çfarë do të thotë me fakte? Kishte pyetur ai. Kishte heshtur pak. Pastaj, do të thotë që nëna duhet kthehet në shtëpinë e saj. Jo nesër, jo sot, por me plan të qartë, me datë. Dhe do të thotë që vizitat te ajo të jenë të rregullta, por me kufi, sepse edhe ajo ka nevojë për jetën e saj Adonisi. Edhe ty të nevojitet ajo, por jo brenda shtëpisë tonë. Adonisi kishte dëgjuar çdo fjalë, kishte ndjer peshën e tyre. Mirë, kishte thënë. Mirë si gjithmonë, apo mirë vërtet? Mirë vërtet. Elsa kishte ardhur atë pasdite, kishin përqafuar njëri tjetrin gjatë, pa fjalë, me atë lloj përqafimi ku ndihen gjëra që fjalët nuk i mbartin dot. Por çështja kishte qëndruar. Tani duhej t'i tregonte nënës. Kishte marrë 2 ditë para se ta gjente guximin. 2 ditë ku kishte shikuar nënën duke lëvizur nëpër shtëpi, duke bërë zakonet e saj, duke qenë e pranishme me atë pranisën e hreshtur që kishte qenë gjithmonë pjesë e jetës së tij. Kishte ardhur e diela, kishte qenë ditë e qetë, me dritë të butë, me erë kafeje nga kuzhina. Elsa kishte dalë të bënte një shëtitje vetëm, kishte kuptuar se i duhej hapësirë për atë bisedë. Adonisi kishte ulur pranë nënës. Mami, ajo kishte ngritur syt, kishte parë fytyrën e tij, kishte ditur menjëherë. Thuaje, kishte thënë. Dhe ai kishte folur me zë të qetë, me zë të rritur, me zë të djalit që tenton të jetë i drejtë me nënën edhe kur drejtësia digjet. Kishte thënë se e donte, se gjithmonë do ta donte. Kishte thënë se do të vinte rregullisht, çdo javë, do ta ndihmonte me çdo gjë. Kishte thënë se do të rregulliste shtëpinë e saj, do të gjente ndihmë për ditët kur nuk kishte mundësi të vinte. Dhe kishte thënë, por duhet të kthehesh, mami. Martesa ime ka nevojë. Kishte ndalur, nuk e kishte mbaruar fjalinë. Vitja kishte qëndruar e heshtur, kishte qëndruar kaq e heshtur sa Adonisi kishte filluar të shqetësohej. Kishte pritur, kishte shikuar fytyrën e saj, ato rrudha të lehta, ato sy të ngjyrës gri gjelbërushe, ato duar me gishtërinë të thurjes. Pastaj, ngadalë, Vitja kishte të ngodur. E kuptova, kishte thënë. Vetëm kaq. E kuptova. Nuk ishte qarë, nuk ishte bërtitur, nuk ishte thënë gjëra të rënda. Kishte të ngodhur dhe kishte thënë e kuptova me atë zërin e qetë të rënd që kishte mbajtur brenda gjithçka. Dhe kjo qetësi e saj kishte qenë gjëja më shkatëruese që Adonisi kishte ndjerë ndonjëherë. Nëse kishte qarë, nëse kishte bërtitur, nëse kishte thënë gjëra të rënda, do të kishte qenë e dhimbshme, por do të kishte kaluar. Por heshtja, ajo e kuptova e thjesht, kishte qenë si diçka e fundit. Dua 3 ditë, kishte thënë Vitja. 3 ditë dhe kthehem. Mami, nuk ka nevojë për nxitim. 3 ditë, kishte përsëritur, finalisht, dhe kishte marrë thurjen e saj. Adonisi kishte dalë nga dhoma me hapat e rënd, me ndjenjën sikur kishte bërë diçka që nuk kishte mundësi të kthehej. Kishte dalë jashtë, kishte qëndruar në verandë, kishte marrë frymën e të freskët të ajrit, kishte qarë, jo me zë, por me ato lotë të heshtur të burrave, lotët e fajit dhe dhimbjes dhe dashurisë. Ato 3 ditë kishin qenë ndër ditët më të çuditshme të jetës së Adonisit. Kishte qenë sikur gjithçka kishte pasur 2 shtresa, sipërfaqja normale, e buzëqeshura, funksionale dhe poshtë saj diçka e trazuar dhe e dhimbshme. Vitja kishte bërë gjërat e saj normalisht, kishte ngrënë me ta, kishte parë televizorin, kishte folur për gjëra të vogla.
por kishte paketuar, ngadalë, sistematikisht, pak gjëra çdo ditë, pa bujë, pa koment. Elsa kishte qenë ngrohtë me vjehrerën gjatë atyre 3 ditëve, ndoshta më ngrohtë se sa kishte qenë ndonjëherë. Jo sepse kishte ndryshuar mendim, por sepse kishte njerëzin të kuptonte se po ndaheshin, dhe kjo e kishte bërë të ishte më e hapur, më e butë. Adonisi kishte vëzhguar të dyja dhe kishte ndjerë diçka të çuditshme. Ndoshta nëse do të kishin qenë gjithmonë kështu, me këtë distancë, me këtë hapësirë, gjërat do të kishin qenë ndryshe, por kjo mendim kishte ardhur shumë vonë. Natën e fundit, Vitja kishte thirrur Adonisin në dhomën e saj. Kishte qëndruar në skaj të shtratit, me duart në preh, duke shikuar poshtë. Kishte thënë: "Ulu, djali im." Ishte ulur pranë saj. "Dua të them diçka para se të shkoj, jo për të lënduar, jo për të bërë të ndihesh keq, por sepse jam nëna jote, dhe kjo është hera e fundit që mund ta them këtë." Adonisi kishte qëndruar i heshtur, me duart të shtrënguara në gjuhë. "Kam jetuar për ty," kishte thënë ajo. "Nga dita që u more nga barku im deri sot, çdo vendim që ka marrë ka pasur emrin tënd brenda. Çdo sakrifik ka pasur fytyrën tënde para syve." Kishte ngritur syt dhe I kishte shikuar. "Dhe nuk po të them këtë për të kërkuar kthim. Nëna e mirë nuk kërkon kthim. Po ta them sepse dua ta dish, çfarëdo që ndodh nga sot e tutje, ti do të mbetesh gjëja më e dashur e jetës sime, gjithmonë." Adonisi kishte ndjer fytin të shtrëngohej. "Por dua të dish edhe diçka tjetër," kishte hezituar. "Gruaja jote, Elsa, ka të drejtën e saj. Edhe unë e kuptoj tani. Shtëpia e saj, jeta e saj, martesa e saj. Kam qëndruar shumë, ndoshta isha e gabuar, ndoshta duhej të kisha larguar vetë më herët, pa pritur ta thoje ti." Kjo kishte qenë diçka që Adonisi nuk e kishte pritur kurrë ta dëgjonte nga nëna e tij. Dhe pikërisht pse kishte qenë e papritur, kishte goditur edhe më thellë. "Mami, nuk isha e gabuar. Isha e gabuar të mendoja se dhimbja ime kishte më shumë peshë se martesa jote." Kishte buzëqeshur, buzëqeshje e trisht, e pjekur. "Jam e vjetër, Adonis, jo e vdekur. Mund të rri vetëm. Jam rritur vetëm 2 herë. Herën e parë kur u martova, herën e dytë kur vdiq babai yt. Di si bëhet." Kishin heshtur të dy. Pastaj Vitja kishte thënë: "Por premtom diçka." "Çfarë?" "Mos u bë I huaj për mua. Mos lejo që largimi im nga kjo shtëpi të bëhet largim nga jeta jote. Jam ende nëna jote. Kam ende nevojë për ty. Jo çdo ditë, jo si kujdestare, por si djalë, si miku im I parë." Adonisi kishte mbajtur duart e nënës dhe kishte qarë si fëmijë, ato lot të rralla që vinë kur dhimbja dhe dashuria janë e njëjta gjë. Vitja I kishte kaluar dorën nëpër flok, gjesti I saj I vjetër, gjesti I fëmijërisë, dhe kishte thënë me zë të butë: "Mjaft, djali im." Ditën tjetër, Adonisi kishte çuar nënën në shtëpinë e saj. Kishte qenë mëngjesi hershëm me mjegull të lehtë, kishte ngarkuar gjërat në makinë, jo shumë, nuk kishte sjell shumë. Kishte ndihmuar të hipte, drejtuar makinën nëpër rrugë të njohura. Kishin qëndruar pothuajse të heshtur gjatë rrugës, me radion e ndezur në zë të ulët. Kur kishte mbërritur tek shtëpia e saj, shtëpia e vjetër, me gardhin e vogël, me lulet që kishte mbjell dikur, Vitja kishte shikuar dritaret dhe kishte thënë: "E njëjta." "Po," kishte thënë Adonisi. Kishte ndihmuar të futë gjërat brenda. Kishte ndezur ngrohjen, kishte kontrolluar frigoriferin, kishte bler ushqimet bazë paraprakisht dhe I kishte vendosur. Kishte kontrolluar ilaçet, kishte lënë numrat e domosdoshëm mbi tryezë. Para se të largohej, Vitja kishte thënë: "Faleminderit. Nuk ka nevojë. Ka nevojë, gjithmonë ka nevojë të thuhet." Kishte shikuar dhe sill Elsën ndonjëherë, "Dua ta njoh, vërtet ta njoh, jo si mysafirja e shtëpisë tuaj." Adonisi kishte mbajtur duart e nënës dhe kishte qarë. Kishte qarë si fëmijë, ato lot të rralla që vinë kur dhimbja dhe dashuria janë e njëjta gjë. Vitja I kishte kaluar dorën nëpër flok, gjesti I saj I vjetër, gjesti I fëmijërisë, dhe kishte thënë me zë të butë: "Mjaft, djali im." Por kur largohej, kishte parë her pas here nga pasqyra e makinës. Kishte parë figurën e saj në derë,
duke pritur derisa makina të zhdukej. Dhe ajo figurë, e vogël, e qetë, duke pritur, kishte qenë diçka që nuk largohej nga mendja e tij. Ndërkohë, me Elsën, gjërat kishin ecur. Jo perfekt, asnjë martesë nuk është perfekte, por kishin ecur. Kishin pasur momente të mira, kishin pasur argumente të vogla si çdo çift, kishin pasur net kur kishin biseduar deri vonë dhe kishin qeshur dhe kishin qenë vërtet bashk. Por edhe Elsa kishte ndryshuar pak. Kishte qenë si dikush që ka pasur aksident dhe shërohet, por trupi ruan kujtimin. Kishte qenë ngrohtë, po, por me kujdesin e dikujt që di se si digjet. Kishte dashur Adonisin, po, por me atë dashuri të pjekur, pak të ruajtur, jo më ajo dashuria e re dhe e pambrojtur e fillimit. Adonisi kishte kuptuar, nuk kishte ankuar, kishte pranuar se kjo ishte forma e re e gjërave. Por kishte pasur net ku kishte qëndruar zgjuar dhe kishte menduar, a kishim mundësi tjetër? A kishte rrugë që nuk e kishim parë? A kishte zgjidhje ku askush nuk dilte i lënduar? Dhe përgjigja kishte qenë gjithmonë e njëjtë, gjithmonë e dhimbshme. Ndoshta jo, ndoshta disa zgjedhje nuk kanë anën e mirë. Kishte ardhur ajo ditë, kishte ardhur si gjithmonë gjërat e rënda, pa paralajmërim, pa kohë përgatitjeje. Adonisi kishte qenë në punë kur telefoni kishte rënë, numri i spitalit. Kishte ndjerë zemrën të ngrihet e të binte njëkohësisht. Vitja kishte pësuar një rënje, ishte rrëzuar në shtëpi, hapi i gabuar, orët e vona, errësira. Nuk kishte qenë diçka serioze për jetën, por kishte thyer kyçin e dorës dhe kishte pasur kontuzion në kokë. Kishte qenë e vetme kur kishte ndodhur. Kishte arritur disi të merrte telefonin dhe të thërriste ndihmën. Adonisi kishte vrapuar, kishte gjetur nënën në spital, të shtrirë, me dorën e fashuar, me një anë të fytyrës pak të mavijosur nga rënja. Kishte qenë e zgjuar, kishte qenë e qetë, kishte thënë jam mirë sapo e kishte parë. Por sytë e saj kishin thënë diçka tjetër. Adonisi kishte ulur pranë saj dhe kishte marrë dorën e shëndetshme. Kishte ndjerë nënën kishte rëngonte gjishtat, fort, shumë fort, me atë forcën e dikujt që ka pasur frikë dhe nuk e pranon me fjalë. Isha vetëm, kishte thënë ajo ngadalë, jo si qortim, si konstatim. Kishte errësirë dhe nuk e pash shkallën. Duhet të kisha, nuk duhet asgjë, kishte thënë ajo shpejt. Ndodhin gjëra, jam mirë. Por jam mirë me dorën e thyer dhe mavije në fytyrë dhe spitalin rreth e rrotull, kishte tingëlluar ndryshe. Adonisi kishte qëndruar me nënën deri vonë, kishte telefonuar Elsën, kishte shpjeguar. Elsa kishte thënë, shko, qëndro me të, nevojitet. Kishte qenë e mirë, kishte qenë ajo njeriu që kishte dashur të ishte. Por ndërsa kishte qëndruar në atë dhomë spitali, duke shikuar nënën e tij të fjetur me dorën e fashuar, Adonisi kishte ndjerë diçka të rindezur brenda tij. Diçka si urrëtie e vetes, si vendim i vjetër i keq, si pyetja që nuk pushonte, nëse isha aty, nuk do të kishte ndodhur. Pas atij aksidenti, Adonisi kishte sjellë sërish nënën për të shëruar, jo për muaj, kishte thënë këtë herë me veten dhe me Elsën, vetëm gjatë shërimit, disa javë. Elsa kishte pranuar me atë mirësinë e saj, por Adonisi kishte parë diçka të zbehet pak në sytë e saj kur kishte dëgjuar. Diçka të vogël, të shpejt, si hije që kalon para dritës. Pastaj kishte sërish ajo mirësia, ajo pranimi. Vitja kishte ardhur sërish, kishte qenë këtë herë ndryshe, kishte qenë shumë e qetë, shumë e rregullt, nuk ishte ndërhyrë, nuk ishte riorganizuar, nuk ishte bërë asgjë që mund të konsiderohej shkelje hapësire. Kishte jetuar si mysafir i vërtet këtë herë, me atë kujdesin e dhimbshëm të dikujt që di çfarë kushtojnë hapësirat. Por pikërisht kjo kujdes kishte qenë ajo gjëja që Adonisin i kishte vrarë brenda. Nëna e tij, ajo grua e lirë, e hapur, e gatshme, po lëvizte nëpër shtëpinë e tij si dikush që ka frikë të lërë gjurmë. Elsa e kishte parë gjithashtu dhe kishte thënë një ditë kur kishin qenë vetëm, ndihem keq për të. Adonisi kishte parë. Vërtet? Vërtet, ajo po tenton kaq shumë të mos na shqetësoj sa ka filluar të duket e zhdukur. Kishte heshtur pak. Nuk e doja kështu. Kishin qenë momenti i çuditshëm, moment ku Adonisi kishte parë gruan e tij me sy të ndryshe, jo si antagoniste në historisë, por si njeri kompleks, me zemër të vërtet, që kishte luftuar për veten, por nuk gëzohej duke parë tjetrin të vuaj. Kishin ardhur 3 vit. Krisha kishte kaluar, dora ishte shëruar mjaftueshëm, kishte ardhur koha sërish. Por kësaj here, Adonisi kishte ai që kishte nguruar, jo vitja. Kishte parë nënën dhe kishte pasur frikën e re, reale. Çfarë nëse do të rrëzohej sërish? Çfarë nëse do të ndohte diçka dhe ai nuk do të ishte aty? Kishte folur me Elsën për këtë frikë, hapur, ndershmërisht. Elsa kishte dëgjuar. Pastaj kishte thënë,
E kuptoj frikën, por frika nuk mund të bëj vendime për ne, Adonis. E di, por nuk mund t'ja kthem shpinën nënës. Nuk I kthe shpinën, po vendos kufi. Kjo nuk është e njëjta gjë. Kishte marrë frym. Por nëse thua se nuk mund, nëse thua se është e pamundur, atëherë duhet ta dim që tani. Kishte qenë kthesa e dytë, dhe Adonisi e kishte ndjerë. Kishin kaluar edhe 2 javë pas asaj bisede. Vitja kishte qëndruar, jo hapur, por kishte qëndruar, me atë vetëm disa ditë të tjera që shumëzoheshin pa u vënë re. Elsa kishte bërë hapin tjetër, kishte sjell temën, kësaj here ndryshe, jo me qetësinë e dikujt që ka duruar, me trishtimin e dikujt që ka lodhur të duroj. Adonis, dua të pyes diçka dhe dua të mendosh mirë para se të përgjigjesh. Kishin ulur në dhomën e ndenjës, mbrëmje vonë. Vitja kishte fjetur. Nëse do të duhej të zgjidhje, vërtet të zgjidhje, me pasoja reale, do të zgjidhje nënën apo gruan tënde. Kishte qenë pyetja e drejtë për drejtë, ajo pyetja që kishte qarkulluar në ajrin e atij apartamenti për muaj të tërë, kurrë e thënë me fjalë, gjithmonë e nënkuptuar. Adonisi kishte njerë diçka të ngurtësohej brenda tij. Nuk mund ta bëj këtë pyetje. Po, mund, dhe duhet. Elsa kishte qenë e qetë. Sepse unë po e bëj, Adonis. Unë po zgjedh. Çdo ditë po zgjedh të qëndroj, të duroj, të shpresoj, por nuk mund të zgjedh vetëm unë. Duhet edhe ti. Kishte heshtje gjatë. Nëse zgjedh njënën, nëse kjo është ajo çfarë je, atëherë ma thuaj. Nuk do ta urrej, do ta kuptoj, por do të largohem. Kishte zërin e qarë pak, por jo lotët. Dhe nëse zgjedh mua, nëse vërtet zgjedh martesën tonë, atëherë duhej ta tregoshe, jo me fjalë, me vendim. Adonisi kishte shikuar gruan e tij. Kishte shikuar sytë e saj, ato sy që e kishin kapur atë mbrëmje vjeshte, ato sy që kishin qeshur me të, dhe kishin qarë me të, dhe kishin mbajtur me të. Kishte dashur ta thoshte, zgjedh ty. Kishte dashur ta thoshte me gjithë forcën e tij. Por kishte mbetur I heshtur. Jo sepse nuk e donte, por sepse brenda tij, në atë moment të madh të zgjedhurit, kishte pasur diçka, si memorie fizike, atë fytyrën e nënës duke pritur tek dera, atë e kuptova me zë të shtuar, atë dorën e fashuar në spital, atë figurën e vogël me thurjen. Kishte mbetur I heshtur shumë gjatë, dhe Elsa kishte lexuar heshtjen. Kishte ngritur, kishte thënë me zë shumë të qetë. Mirë. Kishte shkuar në dhomë, kishte filluar të paketonte, jo disa gjëra kësaj here, gjëra shumë, valixhe madhe, gjëra të rëndësishme. Adonisi kishte shkuar pas saj. Elsa, prit. Nuk pres më, Adonis. Kam pritur shumë, dhe ti e ke pasur gjithë kohën e nevojshme për të vendosur, dhe vendose, me heshtjen tënde. Nuk vendosa asgjë. Heshtja është vendim, mos veprimi është vendim. Kishte kthyer dhe sytë e saj kishin qenë të lotur tani, por lotët kishin qenë të qetë, jo dramatik. E dua Adonis, e dua shumë, por nuk mund të qëndroj të dua dikë që nuk di si të zgjedh. Elsa kishte dalë atë natë, jo tek motra kësaj here, kishte ikur, kishte marrë gjërat esenciale dhe kishte ikur. Kishte thënë se do të telefononte të nesërmen për gjërat e tjera. Adonisi kishte mbetur ulur në divan në heshtjen e shtëpisë, pa lëvizur gjatë. Kishte dëgjuar hapat e saj duke zbritur shkallët, kishte dëgjuar derën, kishte dëgjuar makinën. Pastaj, asgjë. Vitja kishte dalë nga dhoma e saj. Kishte dëgjuar, sigurisht kishte dëgjuar. Kishte parë djalin e tij të ulur kështu dhe kishte nguruar. Adonis, mos thuaj asgjë, mami. Jo me inat, me atë lloj lodhje absolute. Kishte qëndruar ulur deri në mëngjes. Kishte menduar, jo me logjik, jo me plan, thjesht menduar, në ato mendime kaotike pa drejtim. Kishte menduar se si e kishte arritur aty. Kishte menduar se ku kishte gabuar. Kishte menduar nëse kishte gabuar fare. Kishte menduar, a është mundësisht e vërteta se është e pamundur, se disa situata nuk kanë dalje. Dhe kjo mendim, ndoshta mendimi më I zymt, kishte qenë ai që e kishte mbajtur zgjuar deri në agëm. Të nesërmen,
Elsa kishte telefonuar. Kishin folur. Bisede vështirë, bisede lodhur. Kishte thënë se nuk e kishte vendosur ndarjen definitive. Kishte nevojë për kohë, për hapësirë reale për të menduar. Kishte thënë se e donte akoma, por kishte thënë edhe nuk mund të kthehem pa ndryshim real. Çfarë ndryshim real? Kishte pyetur ai. Ti e di çfarë? Kishte thënë, dhe kishte mbyllur telefonin. Ditët që pasuan kishin qenë gri. Adonisi kishte shkuar në punë si automat, kishte ardhur në shtëpi, kishte ngrënë me nënën, kishte fjetur pak. Kishte telefonuar Elsën çdo ditë. Ndonjëherë ajo kishte përgjigjur, ndonjëherë jo. Kishin folur pak, me fjalë të kujdesshme nga të dyja anët, si njerëz që ecin mbi akull të hollë. Vitja kishte qenë e pranishme por e heshtur. Kishte tentuar të ndihmoj, kishte bërë ushqim, kishte mbajtur shtëpinë. Por kishte pasur diçka në sjelljen e saj, diçka si turp, si ndjenjë faji, që Adonisi nuk e kishte pritur ta shihte te ajo grua e fortë. Një ditë kishte thënë, "Është faji im." Adonisi kishte shikuar. "Jo, mami." "Është, sikur të mos isha këtu." "Mami, mjaft," kishte thënë fort, por jo me zërin lart. "Mjaft me fajin, nuk ka ndim faji." Por faji kishte qëndruar aty, i hers, i saj, i të dyve, si tym pa zjarr të dukshëm. Kaluan 4 javë. Elsa dhe Adonisi kishin vazhduar të flisnin, biseda të shkurtra, biseda të ngrohta ndonjëherë, biseda të ftohta herëve të tjera. Kishte pasur momente kur Adonisi kishte ndjerë se ura mund të ndërtohej sërish. Kishte pasur momente kur kishte ndjerë se gërmata ishte shumë e gjerë. Kishte vendosur të bënte diçka konkrete. Kishte shkuar tek Vitja dhe kishte folur hapur, ndoshta hapur si asnjëherë tjetër. Kishte thënë se Elsa largohej, se martesa ishte në rrezik real, se kishte nevojë për ndihmë, jo ndihmë emocionale, por ndihmë praktike. Kishte thënë se donte të gjente kujdestare për nënën, që dikush të vinte çdo ditë, dhe se ai do të vinte rregullisht, por jo çdo ditë. Vitja kishte dëgjuar gjithçka. Pastaj kishte thënë, "Kurrë nuk doja të arija deri këtu." "E di, mami." "Kurrë nuk doja të bëhesha arsyeja pse bironat e djalit tim." "Mami." Kishte marrë duart e thaj. "Nuk je arsye. Situata është arsye. Ne të gjithë kemi kontribuar, secili në mënyrën tonë, por tani duhet të bëjmë diçka." Kishin folur gjatë, kishin arritur në plan konkret, kujdestare 3 herë në javë, vizita e Adonisit 2 herë, numrat e domosdoshëm gjithmonë të gatshëm. Pastaj kishte shkuar tek Elsa. Kishin takuar në kafene, neutral, jo shtëpia e njërit apo tjetrit. Kishte pasur kafe të ftohtë dhe bisedë të ngrohtë dhe Adonisi kishte folur, kishte treguar planin, kishte treguar se çfarë kishte bërë, kishte treguar vendimin e tij me veprime, jo me fjalë. Elsa kishte dëgjuar gjithçka pa ndërhyrje. Kishte qenë e qetë e vëmendshme. Dhe pastaj kishte thënë, "Faleminderit Adonis. A do të kthehesh?" Kishte heshtur gjatë. "Kam nevojë për pak kohë ende, jo shumë, por pak." Kishte qenë jo dhe po njëkohësisht, dhe Adonisi kishte pranuar. Elsa kishte ardhur pas 10 ditësh. Kishte qenë pas dite e vonë, kishte rënë shi, kishte me valixhen e saj, jo gjërat e grumbulluara, thjesht valixhe me të cilën kishte ikur. Kishte hyrë, kishte lënë valixhen, kishte shikuar shtëpinë, bosh nga Vitja, të rregulluar, të njëjtën. Kishin përqafuar pa fjalë. Kishin kaluar muajt pasardhës me ndërtim të ngadalt, si ndërtimi i shtëpisë pas tërmetit, gur mbi gur, me kujdes, me vetdije se themelet janë testuar dhe diçka ka ndryshuar, por ndërtesa mund të ngrihet sërish. Adonisi kishte zbatuar planin, kishte vizituar nënën rregullisht, kishte qenë pranishëm, kishte qenë djali vërtet për të. Kujdestarja kishte qenë grua e mirë, e kujdesshme. Vitja kishte adaptuar ngadalë, siç gëron dikush kur jetën e tij e menaxhon dikush tjetër, por pastaj kishte pranuar. Por kishte pasur diçka që nuk kishte ndryshuar, ajo dhimbja e brendshme, ajo ndjenja fajit, ajo pyetja e vazhdueshme. Kishte mësuar ta mbante, kishte mësuar të mos e linte të ngjitej sipërfaqes, por kishte qenë aty.
dhe Elsa e kishte ndjerë. Jo sepse Adonisi ishte i ftoftë, nuk ishte, por sepse dinte ta lexonte dhe kishte parë atë peshë të mbajtur. Kishte thënë një natë, do të shërohet, e di. Çfarë? Ajo dhimbja që mbani brenda, të dyja, do të shërohet, ngadalë, jo plotësisht ndoshta, por shërohet. Adonisi kishte parë gruan e tij dhe kishte ndjerë diçka si mirënjohje, thellë, vërtet. Nuk e di nëse e meritoj, kishte thënë. Nuk është çështje merite, është çështje zgjedhjeje, dhe ti zgjodhe. Vonë, ndoshta shumë vonë, por zgjodhe. Ndërkohë, Vitja kishte filluar jetën e re të saj, jetën e vetmuar me kujdestaren, me vizitat e Adonisit, me telefonatat e Markut. Kishte adaptuar. Grua e fortë kishte qenë gjithmonë, dhe fortësia nuk iku me moshën. Por Adonisi kishte vënë re diçka me kalimin e kohës. Çdo herë që vinte, nëna e tij kishte pasur histori. Histori të gjata, të hollësishme, të kaluarës, të familjerisë, të burrit të vdekur. Kishte treguar histori me ata detaje që mbahen vetëm kur ke shumë kohë ti mendosh. Kishte kuptuar se kjo kishte qenë mënyra e saj për ta mbajtur atë pranë, jo me ankim, jo me presion, por me kujtimet, me ato fije të padukshme që lidhin nënën me djalin. Dhe Adonisi kishte dëgjuar çdo herë, kishte dëgjuar me atë vëmendjen e plot të dikujt që di se koha është e kufizuar dhe çdo histori ka peshën e vet. Kishte qenë ndoshta koha më e qetë dhe më e bukur e marrëdhënies së tyre, pa presion, pa kërkesa, pa konflikte, vetëm djalë dhe nën, dy njerëz që e dinin se ishin të lidhur me diçka që nuk mund ta shkëpuste as distanca, as grindjet, as zgjedhjet e vështira. Por kishte pasur edhe trishtim i heshtur, i vazhdueshëm, ndaj asaj humbjeje kohe, atyre muajve kur kishin qenë bashk fizikisht, por të ndarë shpirtërisht nga tensioni. Pas 6 muajsh, Adonisi kishte bërë diçka që askush nuk e kishte pritur. Kishte ftuar nënën të hante darkë me ta. Jo si hyrje e re në shtëpi, thjesht darkë, si familje. Elsa kishte pranuar, me rezervën e saj të natyrshme, por kishte pranuar. Kishte gatuar, kishte vënë tryezën, kishte bërë çdo gjë me dëshirën e vërtet. Vitja kishte ardhur me autobus, kishte refuzuar ta merrte Adonisi, kishte thënë se mund vetëm. Kishte ardhur me lule për Elsën, lule të kopshtit të saj, jo nga dyqani. Kishte qenë darkë e veçantë, e vështirë në fillim, ata dy gra të ulura sërish te e njëjta tryezë me historinë e tyre të pashprehur mes tyre. Kishte pasur momente të sikletshme, biseda që kishin filluar, pastaj kishin ngecur. Por pastaj Vitja kishte thënë diçka, thjesht diçka nga kuzhina, ndonjë vërejtje të lehtë mbi recetën e ushqimit, dhe Elsa kishte qeshur me atë qeshjen e saj të madhe, të papritur, dhe kjo qeshje kishte ndryshuar diçka. Kishin vazhduar darkën me pak ngrohtësi të vërtet, jo ato buzëqeshje të sforcuara, por diçka pak më të vërtet. Kishte pasur edhe momente ku Vitja kishte treguar histori nga fëmijëria e Adonisit dhe Elsa kishte dëgjuar me kuriozitet të sinqert, jo si grua që duhet të dëgjoj, por si grua që donte të dinte. Pas darkës, kur Adonisi e kishte çuar nënën me makinë, Vitja kishte thënë, ajo grua të do. Adonisi kishte pos. E di. Edhe unë e di tani. Pauzë, ndoshta e kisha ditur gjithmonë, thjesht kishte frikë prej meje, dhe unë kisha frikë prej saj, dhe ti ishe në mes duke u munduar të mbani dy frikra bashk. Kishte folur me mençurinë e thjeshtë të njerëzve që kanë jetuar shumë dhe kanë kuptuar vonë gjërat e thjeshta. Por historia nuk mbaronte aty, sepse pas asaj darke, pas asaj qetësie relative, kishte ardhur diçka që askush nuk kishte parashikuar, dhe pikërisht mos parashikimi e kishte bërë edhe më shkatërues. Elsa kishte mbetur shtatzën. Lajmi kishte i gëzueshëm, kishte qenë i gëzueshëm pa rezervë, për herë të parë pas shumë kohësh, diçka e gëzueshme pa hijet e konfliktit. Adonisi kishte qarë kur kishte dëgjuar, lot të mirë kësaj here.
Kishin qenë bashk, kishin planifikuar, kishin ndërruar, por pastaj kishin vënë re se shtatzania kishte qenë e vështirë. Elsa kishte pasur probleme, jo të rrezikshme, por që kishin kërkuar kujdes, pushim të mbështetje të vazhdueshme. Kishte pasur gjendje të vështira fizike dhe emocionale, ato luhatjet e mëdha të shtatzanësisë, shtuara mbi çdo që kishin kaluar, kishin krijuar momente shumë të vështira. Adonisi kishte qenë pranishëm, plotësisht, pa rezervë, kishte lënë çdo gjë, kishte qenë ai burri që duhej të kishte qenë. Por pastaj kishte ardhur ajo natë, 6 muaj shtatzën, kur Elsa kishte pasur krizë emocionale të madhe. Kishte qenë kalimtare, than mjekët, hormone, stres, lodhje, por atë natë Elsa kishte qarë gjatë, kishte thënë fjalë të shumta, kishte hapur plagë të vjetra që nuk kishin shëruar plotësisht. Kishte thënë, ndërmjet lotëve, se kishte pasur frikë se edhe me fëmijën, gjërat do të ktheheshin si para, se nëna e tij do të vinte sërish, se ajo do të humbiste sërish vendin e parë, se fëmija i tyre do të rritej në tension. Adonisi kishte dëgjuar dhe kishte ndjerë diçka të thyej brenda tij, jo nga zemrimi, por nga dhimbja, nga kuptimi se plagët kishin qenë aty, të fshehura nën sipërfaqen e normalitetit dhe kishin pritur vetëm momentin e dobësisë për të dalë. Kishte mbajtur Elsën atë natë, kishte mbajtur gjatë, kishte thënë fjalë të qeta, por brenda tij kishte kuptuar diçka. Lëndimet e vjetra nuk shërohen me kohë. Shërohen me veprime të vazhdueshme, me besim të ndërtuar çdo ditë, me demonstrim të qëndrueshëm. Dhe ai kishte shumë punë ende. Pastaj kishte ardhur ai telefonat. Kishte mbetur me kuptimin se nuk kishte pasur vendim të mirë. Kishte pasur vetëm vendime me çmim të ndryshëm dhe ai kishte zgjedhur çmimin me të cilin mund të jetonte, por jo çmimin pa dhimbje. Kishin qenë në 2 anë të vizitave, 2 herë në javë tek nëna, jetë ndërtuar me kujdes me Elsën, fëmijë i rritur mes dashurisë së të 2 grave, por poshtë sipërfaqes kishin qenë gjithmonë ato gjëra të pashëruara, ato zgjedhje të vjetra që lënë shenjë. Elsa e kishte parë. Një natë kishte thënë, e di se ende të mundon. Po, kishte pranuar ai. Kjo nuk do të thotë se zgjodhe gabim. Nuk e di nëse zgjodha drejt. Kishte heshtur pak. Pastaj, askush nuk e di. Kjo është gjëja e tmerrshme dhe e vërtetë e zgjedhjeve të vështira. Nuk zbulohesh kurrë plotësisht nëse ke pasur të drejtë. Mëson vetëm të jetosh me atë që ke zgjedhur. Kishte ardhur nata. Luani kishte qenë pak mbi 1 vjeç, kur Vitja kishte telefonuar vonë, jo për emergjencë, thjesht kishte telefonuar. Adonisi kishte marrë me zë të ënjë nga gjumi. Je zgjuar? Kishte pyetur nëna. Tani jam. Çfarë ka mami? Asgjë. Pauze gjatë. Thjesht doja të dëgjoja zërin tënd. Kishte qenë ora 2 e natës. Adonisi kishte shikuar tavan në errësirë dhe kishte ndjerë zemrën të mbushej me diçka të paemërtuar. Dashuri dhe dhimbje, dhe mirënjohje, dhe humbje, të gjitha njëkohësisht. Jam këtu, mami, kishte thënë. E di. Tjetër pauzë. Adonis. Jo. Ke bërë mirë, me gjithçka. Kishte qenë zëri i saj i vonshëm i natës, i qetë si heshtja nga dalt. Nuk e kisha thënë kur, dhe duhet ta thosha. Ke bërë mirë. Kishte mbyllur telefonin para se ai të mund të përgjigjej. Adonisi kishte shtriur telefonin mbi tryezën e natës dhe kishte shikuar errësirën. Pranë tij, Elsa kishte lëvizur pak. Kishte qenë gjysmë e zgjuar, kishte dëgjuar gjysmën e bisedës. Mamja? Kishte pyetur me zë të ajntur. Po. Elsa kishte marrë dorën e tij në errësirë. Nuk kishte thënë asgjë. Kishte mbajtur dorën e tij dhe kishte fjetur sërish. Adonisi kishte mbetur zgjuar, kishte menduar, me atë qetësinë e rrallë të orëve të vona kur mendja nuk lufton, thjesht shikon, gjithë rrugën, çdo moment, çdo gabim, çdo gjë e mirë. Kishte kuptuar diçka atë natë, diçka të thjeshtë dhe të rëndë njëkohësisht. Nuk kishte zgjedhje pa humbje. Çdo dashuri kërkon diçka, çdo lidhje ka çmim. Jeta nuk ishte tregtia ku fiton gjithçka.
Ishte ajo mësimi i vështirë të mësuarit se çfarë të mbash dhe çfarë të lësh, dhe t'jetosh me peshën e zgjedhjes tënde. Ai kishte dashur nënën e tij me gjithë forcën e fëmijës dhe të burrit, kishte dashur Elsën me gjithë forcën e njeriut që ka gjetur vendin e tij, dhe kishte humbur gjëra nga të dyja, humbur kohën me nënën, humbur besimin e shpejt me gruan, sepse kishte tentuar gjatë t'i mbante të dyja pa lënduar asnjërin, lënduar të dyja dhe veten njëkohësisht. Por tani, në ato errësirë, me dorën e Elsës, me djalin e tij që flinte dhomën tjetër, me nënën që e kishte thirrur thjesht të dëgjonte zërin e tij, kishte ndjerë diçka si paqe, jo paqen e atij që nuk ka dhimbje, por paqen e atij që ka pranuar dhimbjen dhe ka zgjedhur të vazhdojë. Kjo histori nuk mbaron me lumturi perfekte, nuk mbaron as me tragjedi të plot. Mbaron ku mbarojnë historitë e vërteta, me njerëz të lënduar që vazhdojnë, me marrëdhënie të shëruara jo plotësisht, por mjaftueshëm, me jetë të ndërtuara mbi themelet e zgjedhjeve të rënda. Elsa dhe Radonisi jetojnë, nuk jetojnë si çifti i filmave romantik, jetojnë si çifti real, me ditë të mira dhe ditë të vështira, me debate të vogla dhe mbrëmje të qeta, me dashurinë e maturuar që nuk shndron si flaka, por ngroh si zjarri i vatrës. Vitja vijon me kujdestaren, me vizitat e Adonisit, me Luanin që tani vrapon në për shtëpinë e saj me gjithë energjinë e fëmijës që nuk di ende çfarë është dhimbja. Gjyshen e quajnë Nana, fjalë e vogël, por fjalë e gjithçkaje. Marku thyeu, jo për gjithmonë, por për kohë të gjatë. Edhe ai ka gjërat e tij, edhe ai ka historinë e tij, por është kthyer, dhe ky kthim ka mbushur diçka që kishte munguar. Dhe Adonisi vazhdon të pyes veten her pas here, vazhdon të mbajë atë peshë lehtësisht të rënd të zgjedhjes bërë, por ka mësuar diçka që nuk e di si ta mësoj njëri tjetër, vetëm ta jetoj, se dashuria nuk është zgjedhja mes dy persësh. Dashuria është vendimi të qëndrosh i vërtet edhe kur të vërtetat të tjera po të shkylin nga të dy anët. Ka gabuar, ka vonuar kur duhet vendosur, ka heshtur kur duhet folur, ka folur kur duhet heshtur, ka qenë i dobët kur duhet qenë i fort. Por ka qenë edhe njëri i vërtet, me plasaritjet dhe dashuritë e tij, duke tentuar të bëjë të drejtën mes gjërave të drejtave që kundërvihnin njëra tjetrën. Dhe ndoshta kjo është gjëja më njerëzore nga të gjitha. Ju që e keni ndjekur këtë histori deri këtu, keni dëgjuar historinë e një njeriu që u copëtua nga dashuria, jo nga urrëtia, copëtua nga besnikëria, jo nga tradhtia, copëtua nga pamundësia e zgjedhjes perfekte në botë, ku perfeksioni nuk ekziston. Tani dua ta di, çfarë mendoni ju? Çfarë do të kishit bërë ndryshe? A kishte zgjedhje tjetër që Adonisin nuk e pa? Apo jeta e vendos njeriu ndonjëherë në vende ku çdo rrugë digjet? Shkruajeni në komente, ndajeni me dikë që njeh dikë si Adonisi, ose me dikë që është Adonisi, sepse historitë si kjo nuk jetojnë vetëm në ekran, jetojnë në shtëpitë tona, në familjet tona, në heshtjet e ngrënjeve të darkës ku shumë gjëra mbeten pa u thënë. Kujdesuni për njerëzit që doni, kujdesuni për veten gjithashtu, dhe mos prisni derisa gjithçka të shpërthejë për t'i thënë dikujt të dua dhe jam këtu.